Ai është që krijoi vdekjen dhe jetën për t'ju sprovuar se kush prej jush është më i mirë në vepra. Ka thënë Allahu i lartësuar: o ju që keni besuar, ruhuni Allahut dhe le të shoh secili shpirt çfarë ka përgatitur për nesër. Ruhuni Allahut, sepse Allahu i njeh imtësitë e asaj që bëni. Atë ditë krijesa do të kthehen te Zoti i tyre dhe do të merren në llogari për veprat e tyre. Ka thënë Allahu i lartësuar: dhe ruajuni ditës kur do të ktheheni tek Allahu. Atëherë çdo shpirt do të shpërblehet plotësisht për atë që ka fituar dhe nuk do t'u bëhet pa drejtësi. Në atë ditë njerëzit do të ndahen në të lumtur dhe të mirë. Ka thënë Allahu i lartësuar: ajo është një ditë për të cilën njerëzit do të tubohen, dhe ajo është një ditë e dëshmuar. Ne nuk e vonojmë atë vetë se deri në një afat të caktuar. Kur ajo ditë të vijë, askush nuk do të flasë vetë se me lejen e tij. Prej tyre do të ketë të mirë dhe të lumtur. Sa për ata që janë të mirë, do të jenë në zjarr, ku do të kenë rënkime dhe britma, duke qëndruar aty përgjithmonë, sa të jenë qiejt dhe toka, përveç çfarë dëshiron Zoti yt. Vërtet Zoti yt bën çfarë të dojë. Ndërsa ata që janë të lumtur do të jenë në xhenet, duke qëndruar aty përgjithmonë, sa të jenë qiejt dhe toka, përveç çfarë dëshiron Zoti yt, një dhuratë që nuk ndërpritet.